Territori shqiptar për datën 15 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të lehta kalimtare në zonat bregdetare. Paraditja do të jetë me diell të plot në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në perëndim dhe jug-perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në jug dhe në bregdet. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 15 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 15 nëntor do të jetë në orën 6:22, ndërsa perëndimi në orën 16:29 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 11 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 13 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 12 deri në 18 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër, 12 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius.